tema e dytë që do ta trajtoj sot ka të bëjë me ish-gjyqtarët dhe ish-prokurorët serb. Më lejoni që të ndaj me ju disa informacione të rëndësishme për cilat jam njoftuar së fundi. Dhe pikërisht kjo është arsyeja që po e adresoj edhe në këtë konferencë. Referuar të dhënave që kam në dispozicion, ish-gjyqtarët dhe ish-prokurorët serb, sikurse edhe stafi mbështetës administrativ, kanë përfituar dhe vazhdojnë të përfitojnë financiarisht nga Serbia. Pjesa dërmuese e tyre kanë pranuar dhe vazhdojnë të pranojnë mjete financiare në forma të ndryshme nga Serbia, që nga viti 2017 e deri më tani. Pra, edhe gjatë kohës sa ata kanë qenë prokuror dhe gjyqtar në institucionet e Republikës së Kosovës, pra janë paguar nga Serbia. Lojaliteti dëshmuar për Serbinë është përblyer edhe me mjete financiare në kohën kur është pritur që të njëjtit të ushtrojnë mandatin e tyre në dobit qytetarëve referuar ligjeve dhe interesave të Republikës së Kosovës. Ka shumë raste, disa prej tyre janë edhe publike, ku ish-gjyqtarë dhe prokuror kanë marrë pjesë në takime të ndryshme në Serbi, si dhe në Kosovë, ku janë diskutuar plane dhe janë ndërmarrë veprime për fshirë edhe bllokimin e rrugëve, për të kundërshtuar institucionet e Kosovës në përpjekje për zbatimin e rendit dhe ligjit në gjithë territorin e vendit tonë, pra në dobi të të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Për shkak të ndërhyrjeve nga Serbia dhe lojalitetit të dëshmuar, në shumë raste administrimi i drejtësisë ka dështuar në të kaluarën në veri dhe ka dyshime të bazuara që ato veprime kanë qenë të qëllimshme dhe të instrukturuara nga qarqet e lidhura me krimin, por edhe me pushtetin në Serbi. Një pjesë e konsiderueshme e tyre ka dëshmi të kenë kryer edhe aktivitete tjera të kundërligjshme, dyshimta, duke u angazhuar me punë në shërbim të strukturave ilegale serbe që kanë operuar në Kosovë me theks të veçantë në pjesën veriore të vendit tonë, duke rënë kështu ndesh me rendin juridik kushtetues të Republikës së Kosovës. Pagesat pra që shumica prej tyre kishin filluar t'i marrin që nga muaji tetor 2017 dëshmon se ata kanë cenuar integritetin e institucionit në të cilin kanë punuar edhe para dorëheqjeve të tyre. Të nderuar gazetar, legjislacioni në fuqi përcakton se mandati i prokurorit apo i gjyqtarit përfundon me dorëheqje. Ky efekt nuk varet nga ndonjë vendim politik dhe as nga ndonjë akt diskrecional i këshillave. Dorëheqja është fakt juridik që sjell përfundimin e mandatit dhe pasi ky efekt është prodhuar, ligji nuk parasheh asnjë mekanizëm për rikthimin në të njëjtin mandat. Legjislacioni në fuqi nuk i jep asnjë kompetencë ligjore, as këshillit prokurorial dhe as këshillit gjyqësor që të anuloj pasojat e dorëheqjes apo të rivendos një mandat që ka përfunduar. Ushtrimi një kompetence që nuk ekziston do të ishte vetë shkelje e parimit të legalitetit. Bazuar po ashtu në legjislacionin në fuqi, në rast të dorëheqjes së prokurorit apo gjyqtarit, këshillat obligohen që t'i propozojnë presidentit lirimin nga detyra. Ky është një detyrim ligjor dhe jo një mundësi interpretimi, prandaj edhe jam drejtuar këshillit gjyqësor dhe këshillit prokurorial, që të më dorëzojnë emrat e atyre që kanë dhënë dorëheqje nga sistemi. Pra, mua më pamundsohet ushtrimi i përgjegjësive, sepse për momentin Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i dorëzon dorëheqjet, pra kërkesën për lirim nga detyra të gjyqtarëve që kanë dhënë dorëheqje. Në linjë me përgjegjësitë e mia kushtetuese, unë sot thras Këshillin Gjyqësor të Kosovës që të ndjek praktikën e Këshillit Prokurorial të Kosovës, por edhe vetë praktikën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Para pak kohësh, unë kam liruar nga detyra një gjyqtare shqiptare, ajo pasi kishte dhënë dorëheqje nga sistemi për arsye personale, një javë pas Këshilli Gjyqësor i Kosovës e kishte dorëzuar kërkesën për lirim nga detyra. Pra, për ta menjëherë bëhet propozimi për lirim nga detyra, pra tek presidenti. Të jemi të qartë, ata ish prokuror, për cilët kam nënshkruar dekretet për lirim nga detyra. Pra, nuk janë liruar nga detyra sepse janë nga komuniteti serb. Janë liruar nga detyra për shkak të dorëheqjeve të tyre që i kanë bërë pas presionit të Serbisë dhe pas presionit të Vučićit.
Imagjinoni të nderuar gazetar, në sistemin tonë të drejtësisë të kemi gjyqtar dhe prokuror që i binden urdhrave të një shteti tjetër, në këtë rast të Serbisë. Kush nga partnerët tonë ndërkombëtar që sot bëjnë presione mbi këta këshilla, kush nga ta do të lejonte që në shtetet e tyre të kishte gjyqtar dhe prokuror që dirigjohen nga një shtet tjetër? Dhe kush nga këta partnerë ndërkombëtar që neve na thrasin gjithnjë për sundim të ligjit dhe për pavarësi të sistemit të drejtësisë, kush nga këta do të kërkonte nga gjyqtar dhe prokuror që janë anëtar të këshillave vendoste diçka që është në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Pra bazën ligjore për këtë e përmenda më herët. Pra sistemi ynë nuk mund të mbajë pozita formalisht të zëna nga njerëz që kanë ikur vetë prej atyre pozitave. Dyert e institucioneve tona janë të hapura për prokurorët gjyqtar serb, por ata të cilët nuk ndikohen nga Serbia dhe nga Vučići. Pra ata që i shërbejnë pra drejtësisë në Republikën e Kosovës. Për ata gjyqtar dhe për ata prokuror, dyert e institucioneve tona janë të hapura. Dhe siç e dini, Këshilli Prokurorial i Kosovës, pas kërkesës për lirim nga detyra, menjëherë ka bërë të ditur që do të hap konkursin për prokurorët serb. Dua të theksoj edhe një herë se angazhimi ynë për zbatimin e kushtetutës dhe ligjeve në fuqi është i plotë. Ne e njohim dhe e respektojmë karakterin shumë etnik të shtetit, ku komunitetet jo shumicë kanë të drejtë të përfaqësohen në institucionet publike, përfshirë edhe në sektorin e drejtësisë, por nuk mund të lejojmë që sistemi ynë të cenohet nga dikimi i një shteti armiqësor, duke ushtruar presion pikërisht mbi ata që duhet të jenë më të pandikueshmit e që janë gjyqtarët, më falni. Ata duhet të jenë të pavarur, jo politik dhe të orientuar vetëm nga kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Pra në sistemin tonë duhet të jenë vetëm zyrtar që respektojnë rendin kushtetues të Republikës Kosovës pavarësisht etnisë së tyre dhe jo individ që veprojnë kundër interesave të shtetit. Pra nuk besoj, siç e përmenda, që ka një shtet demokratik që do të pranonte me vedije një situatë të tillë. Prandaj, sytë tanë sot janë tek Këshilli Gjyqësor i Kosovës, edhe kjo çështje është shumë e rëndësishme, sepse nëse Këshilli Gjyqësor i Kosovës vepron në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, atëherë këtu kemi të bëjmë me një precedent shumë të rrezikshëm dhe me një abuzim të përgjegjësive që ata i kanë. Prandaj, edhe një herë, e thras Këshillin Gjyqësor që të zbatoj legjislacionin në fuqi dhe të mos bie prej ndikimeve të askujt. As ato vendore dhe as ato ndërkombëtare. Mua më pamundsohet që të ushtroj detyrën time, pra që ata gjyqtar t'i liroj nga detyra për shkak se Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk po vepron. Prandaj, tani jam e hapur që të marr pyetje që janë në interesin tuaj, po i marrim disa fillimisht dhe pastaj të tjerat. Me radhë, lutem. Së pari, presioni i vetëm që konsiderohet shqetësues në këtë rast është nga Serbia. Pra Serbia i ka mbajtur në kontroll ata gjyqtar dhe ata prokuror. Unë përmenda informacionet që vinë nga institucionet tona të sigurisë që edhe shumë vendime që janë prodhuar nga këta gjyqtar kanë qenë të ndikuara. Dhe që shumë prej tyre, pra përveç asaj që nga 2017 paguhen nga Serbia, pra që i shërbejnë Serbisë, edhe që kanë qenë vetë pjesë e blokadave që kanë ndodhur në atë pjesë të vendit tonë. Prandaj për mua kjo është shqetësim serioz dhe gjatë kësaj kohe kam menduar sa është rëndësishme, natyrisht që konstituimi i kuvendit është shumë i rëndësishëm, por sidomos edhe gjatë kësaj kohe, sepse Këshilli Gjyqësor i Kosovës obligohet i raportoj kuvendit një herë në vit, sipas Kushtetutës së Republikës Kosovës. Po ta kishim kuvendin e konstituar, ata deputet që i kanë miratuar ato ligje që i përmenda, ligjin për prokurorin e shtetit dhe ligjin për Këshillin Prokurorial dhe ligjin për Këshillin Gjyqësor. Ku të dyja këto thonë që mandati i gjyqtarit prokurorit përfundon me dorëheqje, dhe pastaj ligji për Këshillin Prokurorial ku i dorëzohet kërkesa për lirim nga detyra presidentit. Pra deputetët kanë plotësisht të drejtë, nga cila do parti politike, që të kërkojnë që ligjet që nxjerren nga Kuvendi i Republikës së Kosovës të zbatohen. Dhe me atë sa unë shoh, kjo është kërkesë legjitime që një ligj që miratohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk ka aty dëshira, ka obligime për cilat duhet të mbahen përgjegjës. Prandaj unë nuk e shoh fare
si presion, sepse është në detyrën e Kuvendit Kosovës që të angazhohet që ligjet që nxjerren nga ky kuvend të zbatohen dhe po të kishim kuvendin e konstituar, Komisioni i Ligjeve, pra Komisioni për Legjislacion, do duhet i thriste Këshillin Gjyqësor në raportim. Fatkeqësisht kjo s'ka ndodhur më herët, sepse ju e dini gjyqtarët e prokurorët kanë dhënë ndërheqje para shumë viteve në 2022-ën. Kjo është dashur të ndodhë më herët, por duket që ka pasur një pajtim që të mos bëhet zhurmë e madhe. Sa kam qenë ministre e drejtësisë, unë kam kërkuar në vazhdimsi nga Këshilli Prokuror aso kohë dhe Këshilli Gjyqësor që të veprojnë, por fatkeqësisht nuk kanë vepruar. Ajo që kam shqetëson është presioni që mund t'i vije nga partnerët tanë ndërkombëtar. Unë kam pasur takime me partnerët ndërkombëtar, ua kam thënë hapur përgjegjësitë e mia kushtetuese, dhe njësoj duhet ta bëjnë edhe anëtarët e Këshillit Prokurorit dhe anëtarët e Këshillit Gjyqësor. Vetëm bazohu në ligj. Situata këtu është e pastër, është e qartë, nuk ka asnjë mundësi interpretimi. Pra është e qartë, Republika e Kosovës i ka zbatuar marrëveshjet dhe detyrimet nga procesi i negociatave me Serbinë. Pra me faktin që ne i kryjm tani obligimet ligjore dhe kushtetuese, nuk do të thotë që ne nuk duam prokuror dhe gjyqtar serb në institucionet e Republikës Kosovës. Njësoj, si Këshilli Prokuror duhet veprojë edhe Këshilli Gjyqësor të hap konkursin menjëherë pas kërkesave për lirim nga detyra të tyre, sepse kështu funksionojmë dhe nuk kemi asgjë kundër dhe ky është zotimi yni që është parapa edhe në Kushtetutën e Republikës Kosovës. Takimet e mia me sistemin e drejtësisë kanë qenë të hapura. Pra kam pasur komunikime me Këshillin Prokuror, Këshillin Gjyqësor, veç e ndaras. Pra të dy bashk dhe veç e veç. Në të dyja takimet që kam pasur me ta, kam shprehur shqetësimet e mia në raport me mosveprimin e tyre, por si që kanë thënë ata, ju përket atyre që ta thonë. Pra atë nuk ka pasur kur asgjë pshet, unë mendoj që takimet ndërinstitucionale janë shumë të rëndësishme, edhe kjo ndihmon që secili me adresu përgjegjësitë që i ka. Sa i përket asaj dështimit të AKI-s, unë vlerësoj punën e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Nuk flas për situatën e 2017-ës. Ju e dini që situata e 2017-ës në atë kohë, pra e dini çfarë ka ngjarë me këtë institucion. Fatmirësisht ne kemi arritur që ta fuqizojmë si institucion dhe i njëjti tjetë në shërbim të Republikës së Kosovës dhe jo individëve, që shka qenë në të kaluarën, por s'po flas më tepër se do të kemi mundësi për këtë çështje të flasim në momente tjera.